Dashi. Qielli i kësaj dite të sjellë energji të reja dhe mundësi të papritura. Në çështje të zemrës, është koha për ta bërë hapin e parë dhe për të ndarë ndjenjat me dikë që të intereson. Puna mund të kërkojë vëmendje shtesë, por kjo është një mundësi për të treguar aftësitë e tua të menaxhimit. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët, bashkëpunimi është çelësi i suksesit sot. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por shmang impulsivitetin në blerje. Një shëtitje e shkurtër në natyrë ose disa momente reflektimi do t'ju ndihmojnë të rigjeni qetësinë e brendshme. Natyra poetike e ditës fton të shohësh bukurinë në momentet e vogla dhe të përqafosh ndryshimet me zemër të hapur. Demi. Në këtë ditë, zemra jote ndriçon me një dritë të veçantë, duke tërhequr njerëzit që ndajnë të njëjtat vlera me ty. Partneritetet do të lulëzojnë, ndaj shijo çdo moment të përbashkët dhe lejo emocionet të flasin më shumë se fjalët. Në punë, mos hezito të marrësh iniciativa të reja, energjia jote krijuese është në kulm. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mbash një sy kritik mbi shpenzimet e vogla. Një vendim i matur do të sjellë përfitime afatgjata. Ndërsa dita ecën, ndjeu i lirë të përqafosh paqen e natyrës që të ndihmon të mbash balancën e brendshme. Lejo veten të ëndërrosh dhe të besosh në mrekullitë e thjeshta të jetës. Dita përfundon me një qetësi të thellë brenda teje. Binjakët. Mëngjesi i 26 marsit sjell shansin për të reflektuar mbi ndjenjat e zemrës. Do të ndihesh më i lidhur emocionalisht dhe do të jetë e dobishme të ndash mendimet me dikë të afërt. Në punë, ndjehesh plot energji dhe kreativiteti do të jetë bashkëudhëtar i pandashëm. Mos hezito të marrësh iniciativa të reja që mund të çojnë në përmirësime. Me financat, kjo është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të planifikuar investime të vogla. Intuita jote është e fortë, prandaj besoje. Ndërsa dita përparon bëj kohë për të çlodhur mendjen, një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë mund të sjellë qetësi dhe harmoni shpirtit. Gjithçka duket se po shkon drejt balancës së dëshiruar. Gaforja. Sot, ndjenjat janë në qendër të vëmendjes suaj. Mund të ndiheni më të lidhur me njerëzit e dashur, duke i kuptuar më mirë emocionet e tyre. Një bisedë e sinqertë me një mik të ngushtë mund të hapë dyrë të reja, duke i ofruar qetësi dhe mbështetje. Në punë, një detyrë e re do t'ju sfidojë, por do t'ju ofrojë edhe mundësinë për të treguar aftësitë tuaja. Është koha për të shprehur idetë dhe për të treguar guxim. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Një shëtitje në natyrë mund të jetë ideale për të rifituar ekuilibrin e brendshëm. Ndaj, lëreni ditën t'ju udhëheq përmes rrjedhës së saj të ngrohtë dhe përqafoni çdo moment të saj me zemër të hapur. Luani. Sot, dielli shkëlqen mbi horizontin tuaj, duke ju dhënë energji dhe optimizëm për të ndjekur synimet tuaja. Në dashuri, është momenti ideal për të shprehur ndjenjat e fshehta ndaj partnerit. Bëni një hap përpara dhe lejoni zemrën të flasë. Në punë, do të ndjeni një frymëzim të ri që do të sjellë ide të freskëta dhe kreative. Mos nguroni të ndani vizionet tuaja me kolegët. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet impulsive sot. Merrni kohë për të reflektuar mbi të ardhmen dhe të fokusoheni në kursimin për projekte të mëdha. Shijoni çdo moment dhe mos harroni që qetësia e mendjes vjen nga brenda jush. Virgjëresha. Sot dita juaj do të shkëlqejë me mundësi të reja. Në punë, përqendrimi juaj do të shkëlqejë dhe do të vëreni një përmirësim në marrëdhëniet me kolegët. Ndonjë projekt i lënë pas dore mund të kërkojë vëmendjen tuaj dhe sot është dita e durur për ta rifilluar. Në dashuri, ndjenjat do të jenë më të thella dhe një bisedë e sinqertë mund të përmirësojë marrëdhënien. Nëse jeni beqar, hapni zemrën për mundësi të reja. Financat tuaja kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet e tepërta dhe bëni një plan peri për të ardhmen. Ndjenjat tuaja do të jenë të balancuara dhe do të ndiheni të qetë. Merrni kohë për reflektim dhe meditoni për të pastruar mendjen. Lëreni zemrën të udhëheqë sot. Beshorja. Sot do të ndjesh një harmoni të brendshme që do të pasqyrohet në marrëdhëniet me të tjerët. Lidhjet personale do të përforcohen, ndaj ndaje kohën me njerëzit që të ndihmojnë të zhvillohesh. Në punë, qëndro i përqendruar dhe mos lejo detajet e vogla të shqetësojnë. Një mundësi e re financiare mund të shfaqet, por analizo me kujdes përpara se të merrni vendime të shpejta. Sot është një ditë e mirë për të menduar për investimet afatgjata. Energjitë pozitive të ditës do të japin një ndjesi të mirëqenies, ndaj shfrytëzoje për të qetësuar mendjen dhe për të mbushur zemrën me dashuri. Relaksohu me një libër të mirë ose bëj një shëtitje në natyrë për të rigjeneruar shpirtin. Akripi. Fryma e një fillimi të ri mbush ajrin sot, duke sjellë mundësi për rritje personale.
Në dashuri, është koha të ndaloni për të kuptuar ndjenjat tuaja dhe të ndjeni më të lidhur me partnerin. Ndërkohë, në punë, intuita juaj e fortë do t'ju udhëheq drejt projekteve që do t'i përshpejtojnë planet tuaja. Kujdesuni të mos e ngarkoni veten me shumë detyra njëherësh, është më mirë të përqendroheni tek cilësia. Financat mund të kërkojnë një analizë të vogël dhe të kujdesshme, prandaj shmangni shpenzimet e kota dhe kurseni për një të ardhme afatgjatë. Energjia juaj është në rritje, prandaj shfrytëzojeni këtë fuqi për të realizuar ëndrat tuaja. Besoni në vetvete dhe në rrugëtimin tuaj. Shigjutari. Dielli shndrin në horizontin tënd duke sjellë energji pozitive në çdo aspekt të jetës. Në dashuri, është koha për të hapur zemrën dhe për të ndarë ndjenjat me partnerin. Bisedat e sinqerta do të forcojnë lidhjen tuaj. Në punë, qëndroj i fokusuar te projektet afatgjata. Një koleg mund të ofrojë një këshill të vlefshme, dëgjoje me vëmendje. Financat janë në një moment stabiliteti, por është e rëndësishme të mbash një sy mbi shpenzimet e panevojshme. Merr frymë thellë dhe lejo që mendimet pozitive të udhëheqin gjatë ditës. Relaksohu pas një dite të ngarkuar me një libër frymëzues ose një shëtitje në natyrë. Mbrëmja të pret me qetësi dhe harmoni të merituar. Britjabi. Sot është një ditë për të përqafuar ndryshimet dhe për të ndier forcën e re që vjen nga brenda. Në punë, është momenti ideal për të shfaqur idetë që ke mbajtur për një kohë të gjatë. Beso në intuitat e tua dhe do të habisin rezultatet. Në çështje të zemrës, hapja ndaj komunikimit të sinqert do të ndihmojë për të forcuar lidhjet. Ndihu i lirë për të shprehur ndjenjat e tua dhe do të shohësh sa shumë ndryshojnë gjërat. Financat duket se janë në një balancë të mirë, por ki kujdes për shpenzimet e papritura. Sot mund të ndjesh një ndjenjë qetësie dhe harmoni, si një valë e butë që të mbush me paqe. Kujto se çdo hap është një mundësi për të ecur përpara. Ujori. Sot ndjen një valë energjie të re që të shtyn drejt qëllimeve të tua. Zemra jote ndriçon dhe të fton të ndash dashurinë me ata që të rrethojnë. Ata që janë në një marrëdhënie mund të zbulojnë thellësi të reja emocionale me partnerin. Në punë, shqetësimet e mëparshme janë duke u zgjidhur dhe dritë e re po ndriçon përpara. Kjo është koha e duhur për të eksploruar mundësi të reja dhe për të pranuar sfidat me kurajo. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e tepruara dhe planifiko me mençuri. Ndërsa dita përparon, përpiqu të gjesh momente për reflektim dhe meditim. Harmoninë e brendshme do ta ndjesh duke kaluar kohë në natyrë ose duke bërë diçka që të sjellë kënaqësi dhe qetësi. Po vjen një ditë e bukur për të evoluar. Peshill. Sot, energjitë kozmike ju frymëzojnë të shihni përtej sipërfaqes. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe afrimitet. Zemra juaj është më e hapur se kurrë për të pranuar, por sigurohuni që të dëgjoni gjithashtu. Në punë, ndjeshmëria ndaj detajeve do t'ju ndihmojë të zgjidhni një situatë që duket e ndërlikuar. Shfrytëzoni mundësitë që ju ofrohen, por mos nxitoni në vendime të mëdha. Në aspektin financiar, mbani një sy të mpret mbi shpenzimet e vogla, pasi ato mund të shtohen në mënyrë të papritur. Kjo është një ditë e bukur për të reflektuar dhe për të krijuar një plan veprimi të ri. Dëgjoni intuitën tuaj, pasi ajo sot mund të jetë mësuesi juaj më i mirë. Po vjen një kohë e begat, përgatituni për të.